Ja shkon i devijuar ai top, mundësia e parë është e Partizanit. Në këndore zbresin mirë në një gabim, në një mosmarrveshje të skuadrës së Ignatiës, interpretojnë gjithçka mirë në atë tranzicion pozitiv të kusht. Shohim edhe një herë tjetër devimin dhe topi që shkoi në këndore kur luhet minuta e dytë e sfidës do të jetë pikërisht Sidibe, ai që do të tarkojë drejt zonës. Qëndër del Tandilashvili, ka fallë të lata në rrugë gabuar ndaj portierit. Mungon ndaj Sinani. Edhe një tjetër luan në portieri Gjergjan Tandilashvili me shtyllave tek skuadra e Ignatias. Ky është në Vildete, 51 vjeçari. Do të drejtoj Rogozhinasit për pjesën e mbetur, por edhe për sezonin e ardhshëm do të jetë në drejtimin e skuadrës së Rogozhinase dhe është klubi 10 në karrierën e tij që drejton si trajner, pa llogaritur pikërisht kontaren e 19 vjeçareve të vajzave, ashtu dhe kontaren e 19 vjeçareve të djemve. Ka qenë 2 herë në drejtim, por më shumë se 10 klube janë i njëjti klub në cilën ka drejtuar 2 herë, si në rastin e Tiranës apo Erzenit, Teknikun e Vildete. Edhe një tjetër skuadra Partizanit me Iskandarlin që kërkon të zhvendosën drejt Murata, ndërhyn Fernando, rikuperon ai Aliev, mbrapa dërgon tek Tandilashvili. Topi gjatë i portierit. Grihet kapiteni Atanas Koski në dueli me Bakayoko, në kanë kontroll Bakayoko. Human, gjithnjë Bakayoko. Ndërhyn Human në mënyrë të gabuar dhe falli është në favor të skuadrës së Rogozhinase. Luhet gjithçka në këto momente në 5 sfidat e javës së 35 kampionatit në të 5 stadiumet me sfidën që jemi duke transmetuar në Dëshë Sport, por në gjithë rrjetin e radio televizionit shqiptar, ku pa dyshim një tjetër sfidë është klasike e futbollit shqiptar, Tirana Vllaznia në Selman Sermasi dhe Dinamo Vora në Air Albania, 2 sfidat e kryeqytetit, Byli si Pret Elbasani në Ballç, në Dush Muça, ndërsa Flamurtari në shtëpi ndaj Teutës në stadiumin Flamurtari. I kthehemi edhe një herë tjetër tek sfida me Iskandarlin, që heziton në krosimin dhe e lë për Ismailin kombinimi me Qakën e më pas me kapitenin Atanas Koski. Shkon topi për Bytyçin. Murataj. Gjithë Murataj vonon pasimin, kthehet pas, kërkohet opsion Qaka. Më pas është Sembene. Shkon topi për Altin Bytyçin. Luan titular Altin Bytyçi së bashku me Sembene në qendër të mbrojtjes në një pozicion ku ishte shfaqur Preka, kapiteni i kuqve. Në sfidat ku Preka mbante shëritin i dëmtuar, tashmë ka mbyllur sezonin Marcelino Preka, i pa fat në këtë edicion mes dëmtimeve dhe pak prezencave për të dhënë kontributin e tij tek skuadra Partizanit. Gjithashtu për të kuq një mungesë e rëndësishme prej ndeshjes tashmë është ajo e Giulianos Kukës, edhe qendër sulmuesi ka kaluar një sezon të vështirë me dëmtimet, pa harruar Dumbian, një tjetër lojtar që ka bërë mirë në ndjerdhin në nisje të kampionatit, më saktë merkaton e verës, pësoj një dëmtim u rikthye, por nuk arriti të ishte në kohën e dur dhe të jepte shërbimet e duhura edhe i mungon për shkak të dëmtimeve. Gjithashtu i dëmtuar është edhe mbrojtësi krau Djath Martinez, aty ku Partizani ka asur jo pak vështirësi, edhe pse me një kola që u konsiderua zbulimi i sezonit. Tek të kuqt nuk është preferuar në ndeshjet e fundit, ka qenë Kërnaja i cili ka dhënë besimin në momentin që drejtonte skuadrën e Partizanit, në disa ndeshje ka bërë mirë kola, por më pas ndoshta edhe nga skema apo diçka tjetër nuk është preferuar, të paktën në ndeshjet e fundit si titular, por minuta ka patur edhe për të në ekipin e Partizanit. Aliev për Hajme. Shohim edhe një tjetër Aliev. Fernando, vjen krosimi, largohet nga Bytyçi Sidibe. Gjasa Contreras, shohim hapësirën që ka Contreras.
Iskandarli. Human. Sidibe. Shohim Hajmen. Vetëm i bllokon rrugën, nuk ka faul, rivënia fundore. Plani i parë ishte edhe për Ralf Zhivanaj. Ishte ndihmësi Kadnajës, vijon të ketë drejtimin e skuadrës së Partizanit deri në mbyllje të kampionatit. Këto për albanezën brenda zonës në qendër Buric. Çfarë shpërdoron Buric? Mundësi ideale për golin e avantazhit për skuadrën e Egnates. Nuk arrin ta dërgojë në rrjet në një mundësi të artë, në një kryesim të albanezës. Shohim edhe një tjetër. Sa bukur i vidhet mbrojtjes. Dhe me njerë e gjenë topin në zonën e 5 metrave, vetëm e devion në Buric, por jo për ta dërguar në rrjet. Gjemajli e dërgon topin mbrapa tek portieri Tandilashvili. Aliev. Gjemajli. Topi gjati Tandilashvilit për Aliev. Me koka i gjenë Hajmen, por shkon një shvjeve kufizuese topi. Rivëni me duar. Gjemali me kokë në 2 momente. Human. Shkon topi tek Iskandarli. Shohim zbritjen e Partizanit. Iskandarli brenda zonës, ky top i kthyer, largon Kryeziu, goditja 2 nga këndi për të kuqt. Vjen krosimi, largon Bakayoko me kokë, nxiton Sidibe. Çaka, Sidibe. Bytyçi. Murata i kërkon edhe një tjetër Bytyçin, ideja ishte e mirë. Kryeziu. Hajme, sërish Kryeziu. Topi gjatë drejt Fangajt, ndërhyr Atanaskovski. Iskandarli. Edhe një tjetër Atanaskovski, vjen ky top në zonë i dobët. Edhe një tjetër Kryeziu, Iskandarli. Vjen aksioni Atanaskovski. Afrohet Human pranë tij, topi shkon brapa tek Bytyçi. Ismaili e dërgon brapa tek Qirko në zonë të sigurt për të rivendosur dhe për të riorganizuar manovrën të kuqt. Shohim zbret dhe Sidibe, por Human e ka topi kontroll, arrin të kalojë ndaj Aliev. Edhe një tjetër Human, Gjensa Contreras. E mban topin Contreras, Human. Ryn Aliev, Kryeziu, Bakayoko. Fangaj. Poçi. Edhe një tjetër Gjemajli. Kryeziu sërish për Gjemajli. Që kërkon diagonalen për Hajme. Ideja e mirë, por nuk e mbrin topin spanjolli, rivënia anësore.
ka fal të Contreras këtu, goditje e lirë për skuadrën e Ignatias. Human kërkon Contreras, një ideja nuk kuptohet nga në sulmuesit, topi në kontrollin e vendasve me Kërsiun. Bakayoko për kapitenin Fangaj, kërkohet me njerë Buric, ndërrin Ismaili me kokë. Në pas Qaka fiton duelin ajror me Buricin, Ismaili ka fal të Buric, goditje e lirë për skuadrën e Partizanit. Qirko. Më pas është Sembene. Topi gjatë drejt Contreras në duelin me Xhemaili. Contreras ndërin Xhemaili me kokë, rivënë me duar i takon të kuqve. Ka fair play me Xhemaili dhe Contreras. Murataj në këtë rivënë me duar. Shkurtimisht për Sidibe. Nuk ka faul në mbulimin e Hajme. Fernando Aliev kërkon me njërë Bakayoko në krahun tjetër. Përvon ta ul qendër sulmuesi Atanas Kocki, nuk ka faul. Vjon loja, tropi drejt Sidibes. E gabuar. Bakayoko e lë për kapitenin Fanga, mbrapa e kthen ai. Shohim Poçi vrapon, e vështirë për ta mbritur. Kemi goditjen e 3 nga këndi për Partizanin. Shohim të tretë goditje nga këndi për të kuqt, vjen Arkimi. Xhemaili çfarë ka shpërdoruar për të larguar topin. Për paksa nuk i ka bërë një dhurat kundërshtarit në atë kërcim. Topi ka dalë jashtë vijave kufizuese. E vjen me duar për skuadrën Rogozhinase. Bakayoko, Fernando. Poçi. Hajme brenda zonës. Nuk u kuptua donte Çerbenda, po ta ulta tope për të goditur. Goditje nga këndi për skuadrën Ignatias e para 3-1. Vjen Arkimi, Fernandos, Poçi, rrim Pytyçi në duelin e numrave 5. Këndore është e dyta për skuadrën Rogozhinase, që mbetet edhe një herë përpara në fazën sulmuese dhe një tjetër standarde për ta shfrytzuar në këndorën e radhës. Kërsiu pranë këndit. Shohim çfarë do të sjellë kjo goditje.
këndore, vjen Arkimi në shtyllën e parë, topi që devijohet më pas në rrjet e dërgon Aliev, gjen golin në 17 minutë, shënon Azeri Aliev, i arruar në shtyllën e dytë, gjen golin 1-0. Ulet në pankinë dhe nuk feston në Vildete, e njësë këshu avantazhin e tij të parë si trajneri i skuadrës së Ignatius pa festë. Shohim edhe një herë tjetër në goditjen e dytë nga këndi. Ai top jo i larguar nga mbrojtja e Partizanit dhe në shtyllën e dytë e ka dërguar në rrjet Aliev. Sidibe, Çaka. Topi shkon brapa tek Qirko. Sembene. Gjemajli ndërhyn me kokë. Hajme, Fernando, edhe një tjetër Hajme. Kon pasimin për albanezën, topi kontrollohet nga Sembene që dërgon edhe një tjetër tek Qirko. Çaka. Nga linja djathtë ka kaluar në linjën e majtë tashmë. Ka merr Çaka, ndërkohë që topi është në kontrollin e Qirkos, që kërkon më njëherë të gjejë Murataj. Nuk e merr si duhet Valentino Murataj. Shohim vendosin e Rogozhinasve, nuk e lejon kundërshtarin të organizohet. Hajme në rivënin me tuar. Bëryn Murataj. Edhe një tjetër rivënia me tuar i takon skuadrës vendase. Fernando Hajme. Kapon Murataj, rikuperon në Sembene. Ka pozicion ashtu e thonë gjyqtarët. Fatmir Lama është ai që ka ngritur flamurin, asistenti i dytë i kësaj sfide. Bytyçi, Atanas Koski, niset Iskandarli në duelin me Poçin, gjithashtu dhe Kontrera, çojmë Iskandarli. E ka topin kontroll Iskandarli. Brapa fton edhe një tjetër kapitenin, pritet arkimi i tij, vjen krosimi, devijohet topi, shkon në këndore dhe do të kemi të katërt në këndore për skuadrën e Partizanit. Kërsimi, edhe një tjetër gabon Gjemajli. E dyta herë që Gjemajli nuk arrin të largoj topin, jep mundësi kundërshtarëve për të goditur dhe të rrezikuar portën. Sërish në duelin ajror gabon një nga pikat e forta të përparëvijës Rogozhinase, sidomos në luftën në ajër. Fangaj me njëherë për Bakayokon. Bakayoko. Fernando largon Bytyçi, ndërhyn me kokë Hajme. Nuk arrin Human, Çaka. Bytyçi, Ismaili. Edhe një tjetër të kuqt, Sembene dërgon tek Murataj. Çaka, sërish Murataj. Ftohet Contreras.
Dueli me Xhemailin Contreras, ka faul të Xhemailit. Sidibe Human e Murata e pran topit. Në këtë goditje të lirë për skuadrën e Partizanit, kur kronometri shënon minutën e 22 të sfidës, 1-0 rezultati. Në minutën e 17 Aliev i dha avantazhin skuadrës Rogozhinase. Nisë minuta e 23 në këto momente, vjen kërësimi Gjuman, Tandilashvili e kam duar, diçka kërkon Contreras, Tandilashvili vjen të ketë topin kontroll portieri dhe vendos shkurtimisht nis kapitenin Fangaj, më pas është Bakayoko. Gjithnjë Bakayoko. Për Alievin ky ishte goli i tij i parë në këtë sezon, më saktë goli i parë me Rogozhinasit në kampionat, edhe në sezonin e kaluar nuk ka arritur të shënojë Aliev. Dhe tashmë lë gjurmë në javën e 35 të A Biznes Superiore, duke shënuar pikërisht në një përballje ndaj skuadrës së Partizanit në shtëpi. Shojmë dalin e Fangajt, vjen kërësimi, mbyll aty Atanaskovski. Shko në këndore dhe kjo është e treta për Rogozhinasit. Tifozëria vendase vjen mbështes skuadrën, gjithashtu dhe guerilcat të mbritur nga kryeqyteti. Edhe sot tifozëria Partizanit prezente për të mbështetur skuadrën. Kujtojmë që Ignatia vjen pas disfatës 2-0 ndaj Dinamos në kryeqytet, ndërkohë që për skuadrën e Partizanit një humbje turpëruese në arenën e Demave 4-1 ndaj Flamurtarit. Askush nuk i kishte shënuar 4 gola të kuqve në një ndeshje të kampionatit në këtë sezon. Dhe pikërisht e bëri Flamurtari në arenën e Demave pak ditë më parë, në javën e 34. Do të kemi në këto momente rivënie me duar, ka kërkuar një faul, por jo, nuk ndan një mendim Florian Lata, vetëm rivënie me duar për skuadrën. Ndërkohë vetëm në Balç nuk ka ndryshime rezultati, kanë shënuar të gjitha skuadrat vendase. Flamurtari 1-0 ndaj Teutës, 2-0 Dinamo ndaj skuadrës së Vorës, 1-0 Tirana ndaj Vllaznis. Gjithashtu dhe sfida që jemi duke transmetuar, ndërsa në Bylis Elbasani gjithçka është e barabartë 0-0. Ismaili mbrapa tek Bytyçi. Sembena. Ismaili nuk arrin ta kontrolloj topin jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar. Fernando. Topi shkon tek Fangaj, tjetër pasim drejt zonës albaneze, nuk e merr si duhet, edhe një tjetër të kuq.
Atanaskovski, ky top përpara drejt Contreras në duelin me Xhemailin edhe Aliev. Ka faull dhe është pikërisht ndaj skuadrës Ignatius. E qenë faulli i Contreras. Proteston edhe drejtori Hakim Ibrahimi, do të stolin e të kuqve. Hajme Fernando vjen Arkimi, kontrollon aty Pano Qirko. Shkurtimisht për kapitenin Atanaskovski, edhe një herë tjetër. Nis nga prapa vija manovra të kuqve, nuk ka opsion pasimi, mbrapa kthehet topi Ismaili. Sërish për kapitenin Atanaskovski, kërkohet opsion dhe gjihet Iskandarli, i cili ndiqet nga poçi, çojmë Iskandarli. Iskandarli, pritet Arkimit, i vonon Iskandarli. E lë për Çakën. Çaka edhe një herë tjetër mbrapa, gjithçka lehtësueshme në lojën e të kuqve. Iskandarli kërkon komunikimin me Ismailin, ndërhyn albaneze, pas Fangaj, sërish albaneze, mes dy kundërshtarëve albaneze, e mban topin me forcë, por edhe me teknikë në atë moment, me lëvizje të mira Buric, ndërhyn Pytyçi albaneze edhe një herë tjetër, fton Hajme në krahun tjetër, humbet ekuilibrin Hajme, dhe nuk e mbrin topin, nxitojnë të kuq për të kryer rivënie me duar, Sidibe, Murataj, Sembene i vjen në ndihmë. Atanaskovski kon me njerë Sidibe në krahun tjetër, Tandilashvili e kanë kontroll Hajme, provon të ngrihet të gnate nga majta Hajme, kon me njerë Bakayokon me këtë top gjatë, del Qirko, lexon gjithçka dhe kontrollon topin në zonë. Kur kronometri shënon minutën e 29, ndeshja vendoset nga një gol i minutës së 17 nga Aliev, 1-0 për vendasit. Java e 35 a Biznes Superiore. Human zbret ai për të organizuar manovrën, ka probleme me sa duket për Sidiben. Në duelin me Aliev kërkon Dias Azeri, autori i golit. Iskandarli brenda zonës, Iskandarli, ky pasim mbyll Xhemaili. Mbyll Xhemaili dhe gjen Burici në këtë pasim me njëherë drejt albanezës, topi vjen dhe Bakayoko me shpejtësi e vën kontroll qendrës sulmuesi. Bakayoko provon të avancojë vetë, kërkon mbështetjen Bakayoko albaneze. Edhe një tjetër për Bakayokon drejt fundores Bakayoko bashkë me topin e zhvjeve kufizuese. Human. Sidibe. Fernando brenda zonës, Fernando Qirko. Edhe një tjetër, Pano Qirko. E ndal Fernandon në atë mundësi mjaft mirë. Murataj. Human për Contreras, lexon gjithçka mirë Xhemaili, e ka topin kontroll, Poçi. Kreziu. Poçi sërish. Hajme del fitues në duelin me Muratën, Hajme gabon pasimin Sembene mbyll. Topi gjatë i Murataj, ndërhyn Fernando, më pas Sidibe, humbet topin edhe një tjetër Fernando. Nuk ka faull ndaj Buric Ismaili. Atanaskovski. Human. Ismaili. Human sërish. Sembene. Murataj.
Vjen Arkimi, nuk arrin Sidibe, gjithashtu dhe Xhemajli nuk arrin të largoj. Sërish gabon Xhemajli, por për fat topi shkon në kontrollin e Tandilashvilit. Ka probleme për Xhemajlin. Nuk ka probleme serioze me sa duket për qendrëmbrojtësin, I cili nuk ka marrë as ndihmën e stafit miqësor, është mjaftuar me pak freski të ujit dhe ka vjuar tjetë në fush Arbedin Xhemajli, për cilin u fol shumë largimi në merkaton e janarit, por vjoj të ishte pjesë e skuadrës Rogozhinase. Sembene, Çaka, Human, Pyll Aliev, Ismaili, Murataj, Sidibe, vjo e majt në duar dhe Tandilashvili përfundon. Sidibe. Shkurtimisht luajnë topin tek skuadra Rogozhinase. Luajnë me koka Tanaskovski. Kryziu rikuperon me pas këtë top për Aliev, jo I duri. E 34-ta minutë drejt fundit, 1-0 mbetemi në rezultat. Goli I Aliev mbetet në fuqi. Sidibe ndërhyn Aliev, rëmbet topin në 2 momente, ka nervozizëm mes tij dhe Aliev, Sidibes dhe Aliev. Buric, Albaneze provon të avancojë nga majt. Albaneze pranti Sembene, Albaneze brenda zonës. I thi Albaneze, lëvizje mjaft mira, Dese ndaj kundërshtarit. Ky pasim për Bakayokun, I cili nuk ka arritur ta devijojë drejt portës. Dese, ato veprimet e Albanezes. Shohim edhe një herë tjetër çfarë bën me kundërshtarin. Human, Ismaili, topi shkon Tanaskovski, gabon edhe Human. Albaneze, ky pasim për Fernando brenda zonës e majta. Jashtë përfundon e Fernandos. Edhe një herë tjetër shumë e rrezikshme skuadra e Ignatiës. Sembene, Çaka, Murataj, Xhemajli, Aliev për Fernando, Bakayoko
tjetër zbritje e shpejtë e skuadrës Rogozhinas e kapiteni Fangaj. Albaneze. Buric. Gjemajli. Aliev, autori goli. Edhe një tjetër Gjemajli. Avancon vetë për para, gjithin Gjemajli. Gjithin sakt Buric, i cili është vendos lojën mjaft mirë në kamën djathtë për kapitenin Fangaj. Fangaj edhe një tjetër për Buric. Buric e djatha, e gabuar. Pasimet sakta, lëvizjet mira tek skuadra e Ignatiës. Kombinime të dura, por finalizimi Buric nuk është i duri. Lë pak për dëshiruar e djatha e Buric. E pak koordinuar pas saksinë e nevojshme. Sembene. Avancon vetë Sembene drejt Contreras topi ndërhyn Gjemali. Contreras. Faul ka thot Lata, kemi goditje të lirë. I takon topi skuadrës të Partizanit. Ka disa minuta nuk e afrohet portës kundërshtare e Partizani. Hajme, faul ndaj tij, goditje lirë për skuadrën e Ignatiës, plani parë për spanjollin. Luan ai në pesën e mesfushës me Aliev në treshën së bashku me Gjemajlin e Poçi, ndërkohë që Fanga e Hajme janë në linjat e skuadrës Rogozhinas në mungesë të Jefferson. Topi gjatë i Gjemajlit, ndërhyn me kokë aty Murataj. Më pas është Fernando, ftohet Poçi, shohim avancimin e Poçi drejt Bakayokos. Bakayoko brenda zonës, Bakayoko e kthen. Sërish nuk është askush aty në atë zonë për të devijuar topin. Qaka. Ky faul është në favor të skuadrës së Ignatiës, thot Qaka. Ka shkaktuar faul, thot kryesori Florian Lata. Minutën 40 shohim edhe një tjetër. Duket që topi është larguar nga Qaka, por përplasja sipas gjyqtarit është për fajt mes fushorit të skuadrës të Partizani dhe kemi këtë ndalesë lojës në goditje dënimi për skuadrën Rogozhinase. Në 2 sfida janë përballur, në 3 sfidat e përballura gjatë këtij kampionati. Skuadrat kanë shkuar fillimisht në barazim 0-0 në arenën e Demave për të vijuar 2-1 me një fitore të skuadrës Rogozhinase këtu dhe më pas 2-0 në arenën e Demave kanë fituar skuadra e Partizanit. Pikërisht në një moment të mirë, ndërkohë shohim këtu Qirko kanë dalur atë top të Buric, i cili provoi të shërbente, ndërsa këtu Bytyçi ndalet në mënyrë të parregullt. Me shpejtësi Sembene, Atanaskoski. Jemi në 5 minutat e fundit pjesës parë, 1-0 shifrat. Deti diçka komunikon me gjyqtarin e 4 Byluk Bashi. Ndërsa Partizani humbet topin dhe Ignatië ka mundësi të riniset. Fernando për Bakayokon. Albaneze, pozicioni i rregullt, vjen loja Albaneze. Ky pasim në zonë Bakayokon pas Fernando. 2-0. E 51 minutë shënon Fernando. E 41 minutë Fernando gjen golin. 2-0 shifrat. Shënon dhe Fernando.
Fernando Mederas. Golin e fundit e kishte shënuar përballë Teutës. Në javën e fundit të fazës së tretë kampionatit, atë fitore 4-2 ndaj Teutës realizonte Fernando. Dhe për të, ky ishte goli i 5 sezonal. Por me sa duket duhet presim për një pozicion. Gjithsesi mbetet për të parë nëse ka qenë një pozicion ashloja apo jo. Shohim Latën. Shkon dhe ka pozicionin ashloje me sa duket. Ka pozicionin ashloje. Jo, diçka ka shkuar të shohë në monitor. Diçka ka shkuar të shohë në monitor. Gjyqtari Lata ka shkuar për të parë në monitor një situatë. Ndoshta mendimin e regjisë mund të kemi një përsëritje për të kuptuar diçka më shumë atë që po sheh Florian Lata në VAR në këtë moment. Është pranë monitorit kryesori. I kërkon Bytyçit të largohet, është ai pranë. Dhe çojm këtë moment, ka një top të marrë me dorë nga ana e Fernandos. Një top i marrë me dorë nga ana e Fernandos dhe kjo është arsyeja që gjyqtari duhet ta vlerësojë. Nëse ai top i marrë me dorë është pikërisht ky momenti i marrjes së topit dhe pikërisht si përfitues në aksion për shkak të këtij momenti është ajo që po sheh VAR-i dhe për të vlerësuar nëse ka qenë apo jo faull. Dhe të shohim dy kapitenët i kërkon aty. Nuk ka gol, ka top prekur me dorë. I qartë në atë që sinjalizon dhe këtu është faull për skuadrën e Partizanit. Në vijimin e të gjithë aksionit nuk ka patur top të humbur nga Ignati dhe ai konsiderohet një aksion i gjithë së bashku. Në këtë mënyrë ka bërë të mundur anullimin e golit. Vjen kërkësimi i Quman. Gjithsesi në një moment të dytë, ndoshta në përfundim të pjesës parë, regjia do të mundsoj të gjithë aksionin për të kuptuar atë që ka ndodhur pikërisht me anullimin e golit për të patur gjithë shikuesit ndoshta një ide më të qartë për atë që ka ndodhur dhe atë që arbitrat e VAR-it, ndërkombëtari i VAR-it Bajrama i ndihmuar nga Daniel Vrapi. Shohim këtë mundësi të Partizanit kur jemi në 3 minutat e shtesës. Contreras, Human, Çaka, Sidibe, Jaime përballë tij, Sidibe, Murataj. Vjen Arkimi. Dandilashvili pas sigurt, topi kontrollohet nga Iskandarli brenda zonës. Iskandarli ky top qendër Sidibe mbyllet dhe më pas largon Poçi. Nuk arrin të shfrytëzoj Partizani këtë mundësi të artë. Sidibe nuk arrin të dërgoj topin në rjetë. Të shohim ndali lojën ndoshta për të parë diçka më shumë në zonë. Shohim edhe një herë tjetër. Ky është momenti ndoshta
për të parë nëse ka patur një faull në atë situatë, por gjithçka e rregullt. Ka vjuar lojën Lata. Topi shkon mbrapa tek portieri Qirko, më pas është Sidibe. Pa opsion pasimi përpara, edhe një tjetër qarkullojnë prapë vjen e tyre me Qirkon që nis Altin Bytyçi. Çaka. Human. Lëviz mirë Human. E dërgon topin tek Sidibe. Sidibe. Gjithë Sidibe. Fernando e mbyll aty mjaft mirë Çaka pa faull. Çaka vjen e djatha topi që përplaset në trupin e Xhemailit. Shohim bën me shenjë që dora ka qenë e lidhur me trupin, thot Florian Lata, ndërsa Bakayoko në krahun tjetër provon të dalë në duel me Sembene, kalon mjaft mirë Bakayoko, ndjek te Murataj. Ka faull të Murataj dhe kemi goditje të lirë në favor të skuadrës së Ignatius, kur jemi në fundin e 3 minutave të shtesës. Shohim edhe një tjetër Bakayokon. Dhe shtyrje e Muratajt ndaj sulmuesit. Pran topit Fernando. Vjen kërësimi, Sembene. E mbyll tu Florian Lata. Ignatius kërëson 1-0 për balë skuadrës së Partizanit në 45 minutat e para. Vendos një gol me 2 lëvizje. Pritet të kemi ndryshime tek loja e Partizanit, të paktën kështu pretendojnë të kuq. Fusha është ajo që do të tregoj lëvizin vetëm krahas e sulmit tek skuadra e kuqe, ndërkohë nuk ndryshon asgjë tek Nevil Dede, i cili debuton me të tijët tashmë në vijim me avantazhin e 45 minutave të para në drejtimin e skuadrës kampione në fuqi, skuadrës Rogozhinase, tekniku 51 vjeçar. Paralelisht me sfidën tonë në një maraton transmetimi të radio televizionit shqiptar, pikërisht me 5 takime njëkohësisht në 5 kanale të ndryshme për të përcjell emocionet e biznes superiore në gjitha sfidat planifikuara për të luajtur në një orar, dhe gjithçka nisi me emisionin Super Gol ku kolegët nga të gjitha stadiumet në drejtimin e Gerda Sagos për edhe të ftuarve për në prag jave për cjellë materialet e fundit dhe mënyrën se si do të luajnë skuadrat, ngjesat dhe gjithçka tjetër, dhe më pas vendi është lënë ndeshjeve në 5 kanalet të platformës radio televizionit shqiptar, dhe për të vijuar më pas sërish me emisionin Super Gol, do të kemi protagonistët e ndeshjeve, trajnerët, gjithçka në mikrofon, ndoshta njohim dhe në një verdikt tjetër të kampionatit. Provon Fernando të arkoj drejt zonës, largohet topi. Këtu është Hajme Ismaili, Murataj, Çaka. Shohim Atanas Kosi, Contreras, Human. Ky vertikalizim për Fadajron, probleme me njerë për Fadajron, të shohim nëse është një shkelje apo diçka tjetër për sulmuesin e krahut, i sapo futur në fushën e lojës, ndërkohë shohim ka dhe nervozizëm burit që Sembene, gjithashtu një tjetër lojtar i dëmtuar tek skuadra Rogozhinase. Ngrihet Fadajro, plani i parë për sulmuesin, gjithashtu dhe Hajme ka probleme me spanjolli, ndërsa kërkon shpjegime në Vildete tek gjyqtari i 4 Bylyk Bashi.
Dandilashvili. Qojmë Albanese topi për Bakayokon. Atanas Kosi. Rivendë me duar për Partizanin. Ndërkohë shënon dhe Bylisi me fillimin e pjesës dytë. Fitojnë gjitha skuadrat vendase deri në këto momente nga një gol për secilën skuadër. 1-0 Bylis Elbasani, 1-0 Tirana Vllaznia, 2-0 Dinamo Vora, 1-0 Flamurtarit e Uta dhe 1-0 Egnatia Partizani. Sfida që jemi duke transmetuar së bashku miq. Kuman, Fadajro, në pas është Murataj dhe në një kohë reale të kampionatit, nëse gjithçka do të përfundonte në këto momente, do të ishin Teuta e Flamurtarit që do të zbristi një kategori më poshtë, ndërsa në play-out do të shkonte Vora dhe do të shpëtonin Bylis e Tirana. Me Elbasanin 60 pikë, me Elbasanin 62 pikë, Vllaznin 60 pikë, Egnatia 57, Dinamo 51, Partizanin 45 pikë. 5 skuadrat që ndodhen në zonën e sipërme të tabelës. Shohim ky pasim për Fadajro brenda zonës, mbrapa tek Shabani dhe ka flamur të ngritur. Kemi pasur një pozicion jashtë loje. Shohim edhe një tjetër. Faul në favor të Partizanit. Contreras. Shohim Human, Shabani vjen Majta. Kontrollon aty pa probleme Dandilashvili. Alieve dërgon topin mbrapa. Më pas është Dandilashvili. Bakayoko provon ta ul. E gjen sakt aty. Poçin, topi drejt burit në zonë, nuk e ndjek qendër sulmuesi dhe në kontrollin e Muratit e shtopi. Ismaili Sembene për Muratajn. Qaka pa ide Bytyçi fiton duelin me Bakayokon. Edhe një tjetër Qaka. Kuman. Qaka. Më pas është Ismaili. Topi gjatë i tij drejt Shabanit, ndërhyn me kokë Poçi.
Edhe një tjetër Human, Çaka, Atanaskosi, Çaka sërish, Bytyçi, Qirko, Bytyçi sërish, Murataj në shqetësimin e albanezës, Bytyçi edhe një tjetër. Kohet pik pasimi, le topin për Ismailin. Vjen Shabani, e kontrollon me pak vështirësi, sërish Bytyçi, shohim presingun e Poçit, shkon deri tek Qirko, por saktësisht e dërgon topin tek Fadajro. Nuk arrin të kalojë në duelin me Hajme Fadajro. Dhe më pasi shkakton faull, goditje lirë për skuadrën e Gnates. Luajnë më mirë vendasit. 1-1 shifrat na Dushmuça, Barazon Elbasani. Lokili është ai që shënon skuadrën verdhe blu. Ishte goli Markut që jep të avantazhin fillimisht Bylisit. Fernando në këtë goditje të lirë për skuadrën Rogozhinase. Ky gol Bakayoko 2-0 shënon sërish tek Natja. E 55 minutë gjen golin Bakayoko. Tashmë gjërat në favor të Rogozhinasve. Plani parë për Bakayokon. Shohim edhe një tjetër çfarë goli 12 metra larg. Shohim pak më i zhvendosur se pika e parë dhe penaltis, dhe me kokë ka arritur gjej rrugën e rjetës Bakayoko. 2-0 shifrat. E 55 minutë ka sjell golin e dytë. Por shohim Lata diçka komunikon me kapitenin Fangaj. Ndoshta diçka verifikohet në VAR për sa i përket golit. Plani parë për kryesorin Florian Lata. Vjen të marrë një konfirmim nga VAR-i. Diçka rregull, goli është i rregull. Nis nga qenë rastërisht topi për të kujt. 2-0 shifrat me një Partizan i cili shkon drejt një tjetër humbje dhe thellon krizën e rezultateve. Edhe pse mbeten ende shumë minuta për të zhvilluar. Çaka, Murataj, shohim Sembenën me guxime dërgon topin tek Bytyçi, Shabani, edhe një tjetër Sembene, Çaka. Vjen ky top përpara drejt Fadajros, nuk kuptohen, por në fund është Tandilashvili ai që kontrollon. Fernando, ky pasim për Hajmen, pozicioni është i rregullt. Çojmë Hajme Albaneze. Çfarë shpërdoron Albaneze me portën e boshatisur? E pabesueshme.
Albaneze, mundësi në ardhe kishte, por goli nuk e gjeti. Çfarë shpërdoroi lojtari belg Alessandro Albanese me pasaport belge. Kjo goditje provon Poçi. Albanese nuk shënon që nga 9 marsi me skuadrën rogozhinase. Ndërkohë përsa i përket autorit golit Bakayoko, edhe ai kishte munguar që ndaj flamurtarit 0-1 në Vlorë, që nuk shënonte. Gjithsesi, ky është goli 7 për Bakayokon në këtë sezon, 25 sfida. Human e djathta për t'u harruar e Human, edhe ai në një ditë jo të mirë sot, lojtari nga i cili pritet shumë tek skuadra e Partizanit, ndërkohë që edhe pse pësuan golin e dytë duket se nuk ka lëvizje tek Partizanit, paktën për momentin, për në një element tjetër. Top i gjatë Qirko e ka topin në kontrol, me njerë gjen kapiteni Atanaskovski. Çaka. Si Çaka. Human për Shapanin në duelin me Fangaj, vendosën më mirë Fangaj. Pas Tandilashvili. Kemi faul të Sembenes ndaj Buric, goditje lirë. Gjemali, Krezio, Poçi. Provan të avancoj vetë Poçi, Buric, Krezio edhe një tjetër, Fernando. Ne shohim tu nervozizëm, kartoni vert për Murataj. Dëshkohet Valentino Murataj për atë ndërhyrje në kartonin e verdh. Në këmbë të kundërshtarit ka qenë ajo ndërhyrje. Gati Kola dhe do dalë pikërisht Murataj. Ndoshta nuk është kjo arsyeja se ndërhyrja e këtij kartonit verdh, por ishte diçka e planifikuar. Dhe Kola gati për të hedhur në fushën e lojës. Fernando, vjen krosimi. Nuk ka goditje drejt portës, Atanaskovski largon edhe një tjetër. Krezio e lë topin jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar për skuadrën e Ignatiës. Largohet Krezio për kapitenin Fangaj topi, do tjetë ai që do të kryejë rivënie me duar. Poçi. E dërgon mbrapa tek portieri Tandilashvili. Top i gjatë ti. Sembene Buric. Kemi faul. Jo, pozicioni ashloje përpara se të ishte faul, ishte një pozicion ashloje, thonë gjyqtarët. Atanaskovski, Shabani. Edhe një tjetër kapiteni të kuqve. Ismaili. Mungon organizimit të kuqve, e vështirë shumë për të dalë përpara. Qirko në vështirësi e dërgon topin jashtë vijave kufizuese.
Jo, e mpana Tanaskosi vjon aksioni, ky pasim për Fernandon. Ishte Fangaj Kola, provon të dalë nga djatën në duelin me Fernando Kola, ka faul me mbrojtësit djatë. Me shpejtësi për Sembenën. Sembene. Kirko. Bytyqi. Provon të organizohet skuadra Partizanit. Atanaskosi. Edhe një tjetër Bytyqi. Kirko. Shumë presingun e albanezes. Një tjetër qasi nga Rogozhinës në këtë pjesë të dytë edhe më kërkues. Bytyqi. Quman. Fadajro. Quman. Shabani. Ky pasim për Kolën, çojmë Kola. Aljev largon rivëllim e tuar. Provon të jap sinjalet e para për atë që është hedhur në fush Kola. Ndërsa këtu Shabani në duelin me Hajme ka faul të sulmuesit Partizanit. Gollë e lirë për skuadrën Rogozhinase. Tandilashvili. Topi gjati Gjorgjanit. Buric e Sembena skuse prek topin, më pas Bakayoko fiton duelin me Kolën. Edhe një tjetër Bakayoko, e ndje Kola. E ka topin kontrol autori golit dytë. Gabon gjithçka në pasim, por Poçi vjen për të kontrolluar. Poçi provon të avancoj vetë gjithë Poçi. E tepron dhe topin e marrin kundërshtarët. Shohim ka probleme për Bytyqin, i cili ka gjelë në pjesën e hundës, ndoshta në një përplasje me kundërshtarin, dhe për këtë arsye Lata e ndali me njërë lojën. Ndërkohë gati lëvizje tek Rogozhinasit. Flamur Ruçi. Rodriguez. Alfonso de Oliveira Rodriguez në fushën e lojës. Dy lëvizjet e skuadrës në Nevil Dedes. Contreras dërgon topin te Kola. Brapa tek Ismaili, Sembene. Gabon pasimin. Krezio për Fangajn. Buric. Edhe një tjetër Fangaj, albaneze. Gati për të rikthyer Bytyqin fushën e lojës. Vjen në këto momente Poçi, Kryeziu. Albaneze. Poçi. Albaneze. Buric, Bakayoko në rrim Bytyqi. Çaka e dërgon te Kola në krahun e djathtë. Mundësi për dalë për Partizanin. Kola e merr, avancon përpara. Gjithë Kola. Sembene. Më pas Human. Fadajro. Shabani. Fadajro edhe një tjetër. Fadajro. Vjen dhe djatha Tandilashvili, më pas Contreras nuk arrin largon mbrojtja. E fortë ajo goditje e Fadajros. Shohim Ruçin që merr vendin e albanezës.
Largohet mes duar trokitjeve albaneze, ndërsa Rodriguez me sa duket vendin e Buric. Shojmë se do të ndryshoj diçka tek rreshtimi i skuadrës së Ignatias. Është një 3-4-3 apo do të vjoj me dyshen Bakayoko, Rodriguez tashmë përpara me Videde. Shabani, Atanaskovski, e ndjek Fangaj, dueli i kapitenëve. Fiton këndore në këto momente Atanaskovski, 5 për të kuq. 4 në pjesën e parë dhe 1 në pjesën e dytë. 5-3 numri goditjeve nga këndi në favor të skuadrës të Partizanit. Do të jetë vetë kapiteni që do të arkojë nga kjo këndore. Vjen arkimi, Fadajro provon goditjen, topi përplaset në kokën e Ruçit dhe për këtë arsye me njerë duhet ndalur loja. Në momentin që ka goditjen në kokë, me njerë duhet kemi ndalet lojës, pasi konsiderohen raste të rrezikshme dhe këtë gjë bën Lata, fton mjekët e skuadrës Rogozhinas. E gati Rok Toma. Por edhe Albert Skeko i pari që largohet është Çaka. Kryen të 5 ndrimet në këto momente Partizani, largohet Çaka në vendin e tij Keko. Gjithashtu largohet ndoshta Contreras për Tomën. Shohim cila është lëvizja dhe është Contreras. Është Contreras për Tomën. Largohet dhe Contreras. Ka një keq kuptim mes gjyqtarëve. Është larguar dhe Contreras tashmë për Tomën. Ishte një ndrim dysh tek skuadra e Partizanit, dy sulmuesit, Toma dhe Keko. Se duket të kemi një diku 4-4-2 tashmë tek skuadra e Partizanit. Ismailin dhe Human dy qendrorët, Fadajron dhe Shabani nga krah, ndërsa dyshja Toma Keko përpara. Tandila Zhvili me këtë top, rrin aty Sembene pas Kreziu. Kola në rivëndi me duar. Human, edhe një tjetër Kola, sërish Human për Kolën kombinimi. Fadajro, mjaft mirë në atë lëvizje ndaj Xhemalit Fadajro, por nuk e merr si duhet. Nuk arrin Human Rodriguez. Sembene, e dërgon mbrapa tek Qirko. Sembene edhe një tjetër. Duket një 4-2-4. Fasën sulmuese Partizani. Shabani për Kolën, shkon Hajme pranti Kola. Fadajro edhe një tjetër, sërish Kola. Kërkohet Toma. Ryn Poçi, Hajme, Fernando, mundësi dalje për skuadrën e Ignatias. Hajme, është Fernando. Që lëvizjen e Ruçit për të topi Ruçi vjen në djatha, e gabuar e flamur Ruçi.
Human. Toma. Kot Fadajro, mbyll aty Aliev. Bakayoko, mbështet Fernando, çojmë Bakayoko avancon vet. Fernando Rodriguez brenda zonës, e ka topin kontroll Rodriguez, Bakayoko, hapësira goditjes. Nuk vjen Fernando, sërish kërkohet Bakayoko e kthen Ruçi. Pret Qirko. Tjetër mundësi për Rogozhinasit. Nuk arrin të finalizoj Flamur Ruçi. Kola avancon përpara, gjithë Kola. Kalon mjaft mirë ndaj Hajmes. Ky pasim për Keko nuk arrin të shërbej për Tomën. Kontrollon Tandilashvili. Hapësira në prapavijën e Gnatjes, nuk i shfrytëzon Partizanin në këto momente. Ndoshta një gol mund të rihapte gjithçka për llogaritë e kësaj përballje. E 75 minutë luhet në Arena e Gnatja. Me topin kontroll janë vendasit, me autorin e golit dytë, Bakayoko, Fernando. Jaime. Aliev. Autori i golit para Aliev, Fernando. Kryeziu. Topi për Fangaj, kontrollon kapiteni Rodriguez. Ndërhyn aty Pytyçi. Aliev. Jaime. Gabojnë, Kola rikuperon, Fadajro edhe një tjetër. Human. Keko me stra kundërshtarëve vjen të ketë kontrollin e topit. Keko. Shabani. Human hapësira goditjes. Human jashkon fundore. Poçi, Ruçi. Gabon Natan Askolski, Rodriguez. Ftohet Jaime në krah në majt. Mbështet Fernando Jaime. Vjen kjo goditje, topi që devijohet dhe më pas kontrollon. Rikuperon mjaft mirë Ruçi, më pas Fangaj. Kërkohet Rodriguez, mbyll aty Ismaili. Human. Edhe një tjetër topi kontrollohet nga lojtarët e Partizanit. Human. Avancon përpara Human. Ilir Fadajro në krahun e djathtë për të shkon topi, mbështet dhe Kola. Fadajro, Kola, ky top! Tandilashvili, edhe një tjetër portieri vendimtar. Kontrollon sërish ai. Keko. Human. Kjo ndërhyrje Aliev. Gjithçka rregullt. Shojmë Aliev. Avancon përpara Fernando. Shojmë zbritjen, mbyll Pytyçi. Mjaft mirë Pytyçi, më pas nistet Kola.
Ngrihet Human, nuk ka probleme për të. Vion Kola të avancoj. Çojmë sulmin e Partizanit. Kola mbështet Fadajro në krahun e djathtë për të pasimi. Fadajro. Shabani. Diçka lexueshme në këtë dalje të skuadrës së Partizanit. Shabani, Fadajro edhe një tjetër. Shabani, Human. Ka faul. Mbajtje e Xhemailit nga Fanella ndaj kundërshtarit. Jep mundësinë e kësaj goditje të lirë. Shohim Albert Skeko merr përsipër ekzekutimin, ndërkohë që bëhet gati Selmani për të hedhur në fushën e lojës. Ndërkohët Hajme, vendin e tij merr Selmani. Kjo është lëvizja e radhës e Nevil Dedes. Largohet spanjollin, ndërkohë që Human në pozicion goditës. Pak më mbrapa tij është Albert Skeko, minuta e 80 dhe 10 minuta të mbetura nga koha rregullt e kësaj sfide. Shohim 4 lojtarë në murin mbrojtës. Human për Keko, Keko e djathta. E gabuar. Nuk e shfrytëzojnë këtë moment Fadajro për Shabanin. Kanë kontroll Shabani. Aliev Prantit, shohim Shabani. Si Shabani, Ismaili, Toma, Shabani. Nuk arrin më pas Selmani e Ruçi, largojnë Fernando, mundësi kundër sulmi. Fernando për Bakayokon. Shohim dalin e Gnadis, Bakayoko. Provon ty brenda zonës Bakayoko. Edhe një tjetër Fernando. Ja shkon. Fernando nuk e gjen portën. Braziliani, ndërsa dalja e Rogozhinasve ishte mjaft e mirë. Shohim edhe një tjetër Bakayokon. Ka humbur për një çast ekuilibrin, por më pas ka gjetur pasimin, ndërsa Fernando mund të kishte shërbyer për Selmanin, i cili ishte i lirë dhe shohim me shenjë Rodriguez për të pasuar tek Selmani. Mbetemi me shifra 2-0, golat e minutës 17 dhe 55 nga Aliev dhe Bakayoko vendosin sot këtë përballje të paktën deri në këtë minutë. Shohim Keko brenda zonës e kthen qendër Toma. Ja shkon. Nuk arrin gjen rrugën e rrjetës.
Kapojnë tek Ignatia Keko e Majta. E gabuar, ka një devijim dhe kemi goditje nga këndi. Vjen ky krosim Toma. Largon mbrojtja. Rodriguez, Selmani drejt Fernandos. Ryn me kokë aty, Atanas Kosi. Kola. Vjen krosimi për Kekon, nuk arrinej Shabani brenda zonës. E djatha jashtë, shkon dhe e djatha e Shabanit. Lërin Bytyçi, më pas është Ruçi Fangaj. Ky pasim për Bakayoko, mbyll Ismaili. Atanas Koski. Human gabon pasimin. Selmani. Kryeziu. Fernando. Fton Selmanin, shojmë daljen e skuadrës së Ignatias. Krosimi Rodriguez. Ja shkon, nuk arrin portugezi ta dërgoj topin në rrjet. Shojmë edhe një tjetër mundësinë e Rogozhinasve. Mbeten diçka më pak se 5 minuta nga fundi kohës rregull. Fadairo. Sembene. Keko. Vjen krosimi I lartë, largon Aliev. Më pas Kola në dueli me Selmani, ndërhyn saktë Mëngjerashi. Bakayoko. Edhe një tjetër Selmani, provon sërish Ignati të dalë. Fernando, Bakayoko. Kërkohet sërish Selmani në duelin me Sembenen. Vendoset më mirë mbrojtësi Partizani dhe dërgon topin mbrapa tek Qirko. Bytyçi. Sembene, Ruçi provon pressingun. Bytyçi. Atanas Koski. Sembene. Ismaili. Fadairo, Kola. Gjemaili e dërgon topin jashtë vijave kufizuese, rivënie me duart për të kuq. Do të jetë sërish Kola. Ismaili, Human, vjen krosimi, nuk e mbrin topin Keko, ndërsa Fangaj topi gjatë. Ryn Sembene. Më pas topi kontrollohet nga lojtarët e Ignatias. Fanga e sheh lëvizjen e Bakayokos, gabon Kola. Provon të dalë vetë gjithnjë Kola. Human. E humbet topin sërish ndaj Kryeziut. Një tjetër duel fituar nga Kryeziu. Më pas ka shkaktuar faull me sfshori qendror. Ndeshje e mirë për Kryeziun sot. Keko. Ismaili. Sheh lëvizjen e Kekos për të topi. Ndërhyn Poçi. Vjen Shabani, kanë kontroll. Atanas Koski. Provon të dalë vetë kapiteni, bën një gjë të tillë, pritet arkimi. Vjen I lartë, Kola me kokë, provon të shërbej Fernando për Bakayokon. Provon të dalë sërish skuadra e Ignatias. Bakayoko.
Fernando ka faul të Sembenes dhe kemi një tjetër goditje të lirë. Kontrollon në Qirko. Selmani ka faul të Kolës, goditje lirë. Topi takon skuadrës Rogozhinase. Aliev. Poçi, Fernando. Shohim Selmanin i lirë totalisht për të pasimi Selmani brenda zonës, Selmani, Rodriguez, Qirko. E ndalë sërish 3 minuta shtesë sot Bylikbashi. Ndërkohë që bëhet gati Ildi Gruda për të marrë vendin e Bakayokos. Toma, Nurin Xhemaili më pas Bakayoko, edhe një tjetër Partizani. Toma i ndërhyn në Selmani më pas Xhemaili. Ismaili rikuperon, nuk ka faul. Ismaili, Human, Fadairo, Human sërish, mbyll Poçi, largon ai dhe kemi momentin e ndrimit tashmë. Marrin okej për gjendjen e Fernandos. Do tjetë Bakayoko që lë fushën e lojës. Vëndin e ti e merr Gruda. Mes duar trokitjeve për golin e ti edhe performancës sot me Bakayoko. Fadairo vjen në djatha. Edhe një tjetër shohim goditjen e kontrolluar nga ana e Tandile Zhvirit.
e mbyll këtu Florian Lata. Egnatia fiton 2-0 përballë skuadrës së Partizanit me golat e Ali